Shikues të Alert Mirëmbrëma, përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Jemi sot në këtë emision të radhës dhe si çdo herë në fakt do flasim për çështje që lidhen me konsumatorin apo edhe në shumicën e emisioneve me sigurinë ushqimore. I rikthehemi sot çështjes së ngjarjes së Gramshit në fakt të para afro 2 javëve. 2 javë kur ka nisur në fakt, që është zbuluar si ngjarje, pra ku disa fëmijë të këtij qyteti në kopshtin numër 1 pra të Gramshit, qytetit Gramshit, u kontaminuan, u preken nga salmonela. Historia ishte në fakt një rrëmuj e vërtet dhe kjo për shkak të kryesisht mos koordinimit të institucioneve me njëra tjetrën, njoftimit me vonesë të disa institucioneve siç është Instituti i Shëndetit Publik apo Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për ndërhyrë në kohë të paktën me pjesën e gjurmimit të produkteve ushqimore dhe marrjes mostrave në kohë për çështjen e zbulimit të shkakut, u tha që fëmijët ishin të prekur me salmonel, janë rreth 79 persona, 78 apo 79 persona, të cilët janë analizuar nga institucionet shëndetësore në Gramsh, shumica janë fëmijë patjetër, por edhe gjithë stafi i kopshtit, pra stafi mësues dhe stafi kuzhinier e bashkë me to edhe sanitarët. Mes fëmijëve të prekur, pak me shenja klinike, disa të tjerë jo, kanë rezultuar të prekur me salmonel edhe 2 pjesëtarë të stafit të këtij kopshti, njëri prej cilëve ishte kuzhinierja e këtij kopshti. Më pas, në situatën alarmante, në fakt e cila u publikua vetëm kur reaguan prindrit, sepse u tentua të mbahej e fshehtë dhe të izolohet, mbahej një ngjarje lokale. Autoritetet ndërhyn, Instituti i Shëndetit Publik, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me afro 5 ditë vonesë, kur ka shkuar në kopësht nuk janë gjetur ushqime të gatuara dhe të përdorura për të konsumuar nga fëmijët për të marrë mostra në to. Janë gjetur vetëm një sasi e vogël mishi pule dhe vezësh në frigoriferin e kopshtit dhe më pas ka filluar ndjekja e gjurmëshmërisë për të ngushtuar rrethin dhe për gjetur burimin e salmonelës. Dhe në fakt, vetëm sot, fillimisht ka qarkulluar jo zyrtarisht një raport i Institutit Sigurisë Ushqimore dhe veterinarisë, pra ISUV, ku tregohen vezët, rastet pra analizat e kryera në vezë dhe kanë rezultuar me salmonel. Janë 5 mostra, si që shikoni në ekran, të cilët kanë rezultuar me prani të salmonelës, me prezencë të salmonelës SPP. Pak ditë më parë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kishte komunikuar një tjetër njoftim që nga analizat e kryera edhe në qumësht dhe në mish pule, analizat kanë rezultuar negative, pra konform, pa prezencë të salmonelës, dhe analizat e djeshme në fakt të publikuara sot, kanë treguar pranin e salmonelës në vezë. Më pas, pra ky lajm është shoqëruar me një tjetër njoftim shterrues sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilin unë do ta lexoj në fakt, ndoshta pjesërisht sepse është paksa i gjatë. Në lidhje me situatën e ndodhur në kopshtin numër 1 në qytetin e Gramshit, sqarojmë opinionin publik se Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, pas verifikimeve zyrtare të gjurmëshmërisë në produktin vezë, konfirmon mostrat e marra në subjektin prodhues, sepse siç e përmenda më herët janë marrë mostra në subjektin prodhues për të ndjekur gjurmëshmërinë, në subjektin tregtar, atë që kishte fituar tenderin e furnizonte kopshtet edhe çerdhet e Gramshit me ushqime, edhe mostrat në gjetura në kopësht, pra të vezëve, pul e qumësht po ashtu, dhe janë marrë këto të gjitha edhe në subjekte, qoftë tregtarin, qoftë ato duke ndjekur zinxhirin edhe në ato që furnizonin kompaninë tregtare, madje edhe në tregun agro-ushqimor, ku kompania që furnizonte kopshtet blinte mishpule. Për ta vijuar, mostrat e marra në subjektin prodhues të vezëve kanë rezultuar negative për treguesin salmonel SPP. Gjithashtu nga komunikimi me Shërbimin Veterinar Rajonal, pranë AKU, është bërë e ditur se ferma e shpendëve është testuar gjatë muajit maj 2025 për salmonel. Në fakt është e prillit, gjithsesi ndoshta ka një lapsus, rezultati i cilës ka qenë negative, pra shpend të shëndetshëm. Mostrat e marrën subjektin e furnizuar nga prodhuesi dhe njëkohësisht furnizuesi i kopshtit numër 1, pra kompania që ka fituar tenderin dhe ka furnizonte kopshtin me ushqime, kanë rezultuar kopshti numër 1 Gramshit, kanë rezultuar negative për treguesin salmonel SPP.
Mostrat e marra në subjektin, kopshti, numër 1 gramsh, rezultojnë me prezencë të salmonelës SPP. Në këto informacionet marra, deri në këto momente, mendohet se kontaminimi i vezëve në kopshtin numër 1 gramsh ka ndodhur në ambientet e kopshtit, nga faktorë të tjerë, jo nga ushqimi, pra jo nga produkti vezë. Vlen theksohet se nga komunikimi me njësitë e kujdesit vendor shëndetësor, nuk kemi pasur raste tjera pra problematika me salmonelë SPP, për cilat jemi komunikim vazhdueshëm ndër institucional. Pastaj ka një lapsus në faktu të autoritetit kombëtar të ushqimit, ndoshta nuk ka qenë momenti i dur për të treguar se çdo kënd që publikon lajme jo të pavërteta etj. Do t'i çojë për ndjekje penale, megjithëse në shumë raste nuk është keq të ndodhë kjo. Analizat e konfirmuara sipas këtij informimi publik të AKU në lidhje me rezultate negative për salmonelë SPP tek subjekti prodhues dhe të subjekti furnizues nxjerr në pas akcine postimeve etj. Njoftimeve etj. Në fakt ka një mos koordinim sepse ngjarja ka ndodhur, fëmia i parë është gjetur i prekur me salmonelë, pra më ka shprehur shqetësime diku me 16 maj. Më pas me 22 disa ditë më vonë është konstatuar zyrtarisht rasti nga institucionet shëndetësore të Gramshit, janë analizuar edhe fëmijë tjerë, ka rezultuar gjithashtu ata me pranitë salmonelës, mes tyre edhe 2 pjesëtar të stafit, pra siç e përmenda, pra ndër të cilat edhe guzhinierja. Unë gjatë kësaj jave, në fakt, emisioni Alert ka ftuar institucionet publike për qenë pjesë, përveç pjesës së Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilën kemi qenë kontakt vazhdueshëm për fshirë dhe njoftimin e sotëm, dhe në fakt, në mënyrë të çuditshme, Ministria e Shëndetësisë dhe autoritetet në varësi të saj, siç është operatori i kujdesit shëndetësor apo Instituti i Shëndetit Publik, nuk kanë kthyer asnjë përgjigje dhe nuk janë prezent sot në këtë studio, gjithsesi karriga e tyre është aty, siç mund ta shikoni. Gjatë kohës, gjatë gjithë emisionit mund vi, unë siç e kam përmendur në fakt edhe në shumë emisionet tjera që janë ftuar dhe nuk kanë qenë pjesë e këtij programi, nuk kanë pranuar të vinë, e kam thonë dhe përsëris që Ministria e Shëndetësisë bashkë me institucionet e saj të varësisë duken si një sekt, pra si një shtet brenda shtetit, si institucione të pavarura brenda shtetit shqiptar, dhe ndoshta vinë në programe televizive vetëm kur ftohen për t'ju bërë fresk, për t'ju bërë like apo për t'ju thënë fjalë të mira, dhe jo për të mbajtur përgjegjësi për atë çfarë u takon të paktën në rastin e Gramshit. Dhe kryesorja është që njoftimi me vonesë i institucioneve të zinxhirit përfshirë edhe autoritetin kombëtar të ushqimit. Deri në orën 10:25 jemi live, mund të vinë në emision kushdo, ministra, drejtoresha e ISHP-s, drejtoresha e operatorit kujdesit shëndetësor, këtë duan ata të sjellin dhe të flasim për këtë histori. Sot është kërkuar edhe Bashkisë Gramsh për qenë pjesë në lidhje me masat e marra për kopshtin, mbikëqyrjen etj. Kryetari i bashkisë ndodhej në Greqi, na u premtua që do të kishim një nga nënkryetarit e bashkisë ose një përgjegjës që merren me sigurinë me çështjen e mbarvajtjes punës në Kopshtet dhe Qerdhe, nuk kemi asnjë përgjigje absolutisht as nga komunikimet e mëvonshme. Gjithsesi, kjo ishte një hyrje në fakt pak sa e gjatë, por ndoshta duhen vënë pikat mbi i, e ritheksoj që Ministria e Shëndetësisë historikisht ka refuzuar dhe institucionet e saj të varësisë të bëhen pjesë e emisionit Alert për të trajtuar problematika që ata i vënë her pas here i vënë para përgjegjësisë. Sigurisht nuk do t'i ftojmë në Alert për të bërë fushata promovimi për të mirën e tyre, sigurisht kur janë për në të mirë të qytetarëve por jo për t'ju bërë fresk me gjethe palme. Nuk kanë pse të tentojnë t'jenë në Alert për çështjet e tilla. Kthehem tek tema. Kam të ftuar zotin Rushan Vrapi, është mjek veteriner dhe ekspert për sigurinë ushqimore, kënaqësi që u kam në studio. Faleminderit për ftesën. Kam në lidhje Skype ose Teams tashmë zonjën Valbona Paluk është eksperte e sigurisë ushqimore dhe pika e kontaktit e EFSA-s, Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore në Shqipëri. Zonja Paluka, kënaqësi që jeni me mua. Mirëmbrëma, faleminderit Granit. Është gjithmonë kënaqësi. Do të kem në pjesën e dytë edhe zotin Kaplan Sulaj, është dekan i bioteknologjisë dhe ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës, por njëherësh edhe ekspert për certifikimin e standardeve ISO, HACCP e tjera. Do diskutojmë për këtë çështje, por në një tjetër këndvështrim. Në fakt jo në lidhje me burimin e salmonelës për këtë rast, por për mbikëqyrjen e kompanive që fitojnë tendera publik nga një NIPT që mund ta kenë shitje materiale hidrosanitare apo materiale ndërtimi.
Zonja Paluka, do ta nis me ju dhe zoti Vrapi do na mirë kuptoj pak për të na pritur. Në lidhje me gjithë të histori që në fakt edhe pse është gjetur burimi i salmonelës tek vezët në frigorifer, edhe kjo nuk tregon asgjë për kontaminimin e fëmijëve. Granit, faleminderit për këtë temë kaq delikate. Natyrisht unë jam e keqardhur si nën, jam e keqardhur si konsumatore dhe qytetare, po dhe si një eksperte që për hir të vërtetës në gjithë eksperiencën time sigurinë ushqimore kam pas një nga gjërat më sensitive. Tani unë i dëgjova të gjitha që ju parashtruat, e kam ndjekur dhe në media dhe në rrjetet sociale dhe nga institucionet. Salmoneloza është një nga infeksionet biologjike që shkaktohet nga salmonela. Dhe shkaktohet nga ushqimet me prani ose nga ushqimet e kontaminuara. Në qoftë se flasim për ushqimet direkt të konsumuara nga konsumatorët që në këtë rast fatkeqësisht janë fëmijë, këto janë mish i pagatuar mirë. Dua ta theksoj këtë gjë. Vezë e pagatuar ose e butë, qumësh dhe produkte të qumshit të papasterizuara, fruta dhe perimet të palara, ose të kontaminuara, ose edhe nga uji kontaminuar, ose nga kullorja dhe ëmbëlsira të përgatitura me përbërës të papasterizuar. Pse unë po i vë kaq shumë theksin pagatuar, papasterizuar? Kemi kaq kohë që fatkeqësisht ne si konsumator po përballemi fort me fenomenin e salmonelës. Faleminderit që ju paraqisni dhe në sfond fushatën që Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore po bën për vitin e 5 për sa i përket të gjithë këtyre çështjeve delikate siç janë dhe infeksionet biologjike, që do të thotë problemet, fenomenet ekzistojnë në Europë dhe këtë vit Shqipëria bëhet pjesë për herë të parë në këtë fushat, ku të gjitha materialet që kanë lidhje me sigurinë ushqimore, që cënojnë shëndetin dhe jetën tonë, janë të pasqyruara në këtë faqe të EFSA-s në gjuhën shqipe. Do të thotë, kur fenomeni ekziston dhe EFSA, Digisante, Komisioni Evropian sensibilizojnë fushata për konsumatorët evropian dhe përfshin, sikurse është viti 2025 dhe vendet e para aderimit, tregon që ky fenomen ekziston. Ajo që dua të them është, dua të ndajmë dy gjëra. E para, trajtimi i produkteve të cilët janë produkte që e sjellin këtë infeksion biologjik. Në qoftë se flasim për vezën, në qoftë se në frigorifer janë gjetë vezë të kontaminuara. Mua do më falni, por kontaminimi i kryqëzuar është një ndër fenomenet më delikate të cilën ne e quajmë si loj fjalës. Jo. Frigoriferi vetë mund të ketë qenë frigorifer i pa pastruar, i pa higjenizuar, i cili infekton jo vetëm vezën, por çdo lloj produkti. Pse them këtë? Në qoftë se ne nuk do të mësojmë që higjiena dhe mënyra e përgatitjes së ushqimeve është shumë e rëndësishme, jo vetëm për rastet e institucioneve të edukimit, siç janë qerdhet, kopshet, shkollat, të cilët kanë një numër shumë të madh fëmijësh dhe konsumatorësh, por kemi rastet edhe të eventeve të mëdhaja të cilët shkaktohen shumë nga mos respektimi i higjienës. Trajtimi i vezës, trajtimi i mishit në temperatura mbi 66 gradë, me një kohë vlimi të paktën 12 minuta, nuk ka salmonel që len në këmbë. Dhe këtë e them me kaq fort për të gjithë konsumatorët, sepse gjithkund sot sheh një farë pasigurie në çështjen e salmonelës. Unë e kuptoj që kur produktet janë të sëmura, të themi, e kanë infeksionin dhe duhet kontrollohen nga gjithë zinxhiri i institucioneve, kjo është njëra gjë. Pjesa tjetër është gatimi. Nuk e di se sa kemi mundësi ne të kemi një ndarje të mirë të mjeteve të punës, kur ne flasim për gatime në të gjitha rastet të kantinave, të kuzhinave, të mencave, ku një produkt i freskët nuk duhet të takojë një produkt shtazor.
sepse ndodh një kontaminim të cilin ti nuk e kupton. Ti mund ta kesh nga veza jashtë, pa e lar vezën me ato duar ke kapur sallatën dhe fëmia mund të ketë hëngër domaten. Të gjitha këto janë abuzime, po vetëm për një pikë të vogël e them. E them që duhet të bëjmë një kujdes jashtëzakonisht madh, natyrisht dhe institucionet me kontrollin e tyre në gjithë zinxhirin, por trajtimi në temperaturat e duhura, trajtimi i të gjithë produkteve para se këto të vinë në tavolinë, duke ndarë thikën, duke ndarë mjetin domethënë terrasën, çai themi ne, duke larduar, duke i pastruar her mbas here kur prekim një produkt dhe tjetrin, na bën ne të jemi më të sigurt për sa i përket salmonelës dhe infeksionit biologjik të shkaktuar nga salmonela. Zona Paluka, fakti që janë gjetur këto vezë në frigorifer, nuk janë gjetur në magazinat e kompanisë, pra nuk kanë rezultuar me salmonel, nuk kanë rezultuar në fermën e prodhuesit, por janë gjetur vetëm një sasi në frigorifer. Më pyetën fakt shumë njerëz edhe para këtij programi, sinqerisht e them, në telefon se si mund të kontaminohet veza në frigorifer, ndërkohë s'ka qenë kontaminuar më para. Unë përgjigja ime ishte që mund të jetë kontaminuar edhe nga duart e shoferit, të furgonit që e ka çuar, por mbi gjitha, një guzhinierja e kopshtit ka rezultuar me salmonel pa simptoma, pra mund tjetë edhe ajo përquesja. Mbartës dhe që e ka përquar më pas, qoftë të gvezë, qoftë të produkte tjera të cilat i kanë konsumuar fëmijët, si që ju që nuk kanë kaluar temperaturat larta, se supa e pulës, si që pretendoni fëmijët, shkon në 100 gradë. Edhe nëse i hedhin një vezë, hedhin momentin e fundit të vëlimit, kur përfundon që mund tjetë më e pak të 90 gradë. Kështu që, çfarë mund ndodhi konkretisht? Ose, unë kam thonë në fakt në një dalje tjetër televizive, që dikush nga stafi shkon në tualet, kthehen dhe nuk lan duart. Granit, faleminderit. Ndoshta duket paksa qesharake, por frigoriferi është një ndër burimet më të mëdha të ndotjes dhe të kontaminimit të ushqimit. Nëse frigoriferi nuk pastrohet, nuk higjenizohet në mënyrë të vazhdueshme. Dhe nëse ne në frigorifer një produkt të freskët që mund të jetë fileto e pulës e vëm në pjesën e sipërme të frigoriferit, kur poshtë kemi produkte tjera në një mbetje gjelle, djathin, sallamin, edhe vetë rrjedhja dhe vetë lëvizja e ajrit bën kontaminim të produktit në frigorifer. Frigoriferi është një pikë shumë delikate. Ju besoj e dini shumë mirë që shoqatat e mbrojtjes konsumatorit nëpërmjet projekteve të financuar nga Bashkimi Evropian po kryen një set të gjerë trajnimesh me të gjithë target grupet. Pse? Ne jemi të gjithë konsumatorë, ne në qoftë se nuk e ruajmë ne veten tonë, sepse edukatorja në fundit është një nën dhe nuk don dhe ajo të kontaminojë fëmijët, por nganjëherë një urit janë shumë më të pakta. Granit, unë nuk do të përqendrohesha shumë te salmonela në rastin më konkret të gjës. Pa e dim ne sa kohë i merr të gjithë këtyre institucioneve që gatuajnë për fëmijë nga gatimi i plot i një gjelle dhe derisa të ketë arritur në temperaturën 5 gradë? A e dini që në qoftë se kjo kohë është më e madhe se 6 orë, produkti nuk është më i sigurt për të konsumuar? Do me thënë, janë një sër faktorësh. Veza në frigorifer për mua është kontaminim i ardhur nga burimet të jashtme. Nuk është kontaminim se kur ka patur dhe vezë të tjera, jo vetëm 5 kokrat e frigoriferit. Prandaj them që kontrolli duhet bëhet në gjithë zinxhirin. Kontaminimi mund të vijë edhe nga uji, kontaminimi mund të vijë edhe nga ka kapur një sallat, ka kapur një qep, ka kapur një gjë tjetër që i ka pas duar të papastra dhe pastaj ka kapur vezën. Kështu që unë mendoj dhe edhe në qoftë se kjo veza ka rezultuar me salmonel, keni të sigurt që në qoftë se veza do ziheshe në mbi 66 gradë, që natyrisht e zjen se nuk jep njëri fëmijëve vezën në kopësh me luk, që t'jetë vezë surbët, siç i themi ne, e pasjer mirë. Kjo do të kishte ikur rreziku. Do me thënë, ajo gjurma e salmonelës në vezën në frigorifer nuk na tregon ne që ne kemi pas salmonel në vezë. Kjo në pikpamjen time si eksperte. Ama, çfarë duhet bërë shumë, dhe kjo është një temë tjetër në kopshte
është edhe kontakti kryqëzuar. Veza është një ndër alergjentët kryesor, të cilët fëmijët nuk e kanë testuar akoma trupin kur janë në kopësh, se sa janë rezistent dhe se sa kanë intolerancë ndaj këtij alergenti. Kështu që vinë faktorë të tjerë shumë më të rëndësishëm në opinionin tim si eksperte. Salmonela me trajtim nuk jep efekt smundje. Salmonela në qoftë se dikush e ka tek duart janë futur në gojë, jep patjetër një infekcion biologjik. Ajo çfarë e shoh me shqetësim, fakt e kam përmendur disa herë, është mungesa e koordinimit mes institucionesh. Operatori kujdesit shëndetësor të Gramshit dhe spitali, Instituti i Shëndetit Publik dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Fëmia i parë që është analizuar ka qenë ditë e martë, në mos gaboj 22 maj. Instituti i Shëndetit Publik është njoftuar ditën e premte dhe Autoriteti Kombëtar, pra e martë, e premte në Instituti i Shëndetit Publik dhe ditën e shtunë është njoftuar Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Kur ka shkuar AKU, sigurisht nuk ka gjetur asnjë produkt ushqimor për ta marrë mostrën, pra nga ato të gatuara të përpunuara që mund të kenë ngrënë fëmijët, megjithëse edhe po të kishte qenë, ato do ishin mostra të pavlefshme mas X ditësh të mbajtura. Edhe Instituti i Shëndetit Publik po ashtu, dhe në fakt më vjen edhe çudi që nuk ka asnjë komunikim zyrtar nga këto institucione edhe në faqet e tyre, në rrjetet sociale të paktën, ku stafet rrinë her pas here e mbushin edhe kohën. A ka një pra është shqetësues ky mos koordinim? Mund të njoftojë shumë shpejt Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Instituti i Shëndetit Publik? Unë mendoj që institucionet në nivel rajonal duhet janë hallka e parë në këtë rastin e çështjes në Gramsh, ku AKU-ja që ka një drejtori, nuk e ka në Gramsh, po ka drejtori në drejtori rajonale në Elbasan, edhe operatori i shëndetit i kujdesit shëndetësor e ka. Këto dy drejtori duhet ishin ato të cilit duhet të kishin koordinuar, sepse shkon në zinxhir. Në qoftë se drejtoria rajonale e Elbasanit njofton drejtorinë e përgjithshme të AKU-s, pastaj fillon edhe AKU-ja me AKVMB-n, me ISUV-in, me këto institucione që ne ndjesim, më mësut i themi shkurt, por që ka gjithmonë vend për korrigjim në këtë koordinim, për të thënë vërtetën, por për mua, domethënë, nuk qëndron alarmi tek veza dhe te salmonela. Më falni që unë detyrohem ta them dhe një herë, po dhe unë kam qenë shumë e kontaktuar në gjithë këto kohë dhe prandaj pranova me shumë kënaqësi, sepse Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, i cili është autoritet homolog i EFSA-s, po është përfshirë në këto fushatën Safe to Eat, që është një ndër fushatat më të fuqishme për sigurinë ushqimore, dhe me përkthimet në Shqip, me shpërndarjen e këtyre materialeve, me planin për të bërë trajnime edhe në shkolla, edhe në institucionet arsimore, në mënyrë që të transmetojnë të gjithë këto materiale. Ndërkohë regjia edhe mund ta ilustrojë ndërkohë me materialen, me linkun e dërguar, atë që u lejua edhe më herët. Për të thënë vërtetën, është një material shumë i mirë, ku natyrisht gjithkush mund të futet në këtë link dhe mund të nxjerrë materialet tashmë në gjuhën shqipe, jo vetëm në anglisht ose në një gjuhë tjetër, ku është edhe stema e AKU-s, dhe është një iniciativë e cila ka nisur nga vetë zonja Denaj, që në takimin e pikave fokale të EFSA-s në Shqipëri e transmetoi shqetësimin që fushatat e ndërgjegjësimit janë shumë të rëndësishme për konsumatorët, duke filluar që nga niveli i kopsheve, i shkollave, institucioneve arsimore. Dhe e fundit para se të shkojnë në reklama, vetë stafet, a duhet të kenë, ose qoftë stafet e kopshte, por edhe institucionet publike, siç është bashkia për shembull, që është edhe enti prokurues, që ka bërë prokurimin, a duhet të kenë një monitorim më të fortë mbi kompanitë që fitojnë tenderat për zbatimin e procedurës, sepse rasti konkret është diku merrte mish pule në tregun agro-ushqimor, diku i thoshte kompanisë bukës nuk e shifte fare, kishte nënkontraktuar furrën, thoshte më ço bukën këtë orë në X institucione. Kompanisë qumshtit po ashtu, e disa raste të tilla. A duhet një monitorim më i fortë i këtyre subjekteve, paktën aty ku ofrohet ushqim, qoftë për fëmijë, qoftë për burgosërit, për azilet, për shtëpitë moshuarve, për qendrat sociale, se gjithë kanë drejta të barabarta. Granit, unë do të them prapë
pak më mbrapsh. Bashkit me njësitë e tyre që kanë për mbrojtjen e konsumatorit, me veterinerët, me shërbimin e tyre, duhet kishin pak më shumë te kopshet që i kanë në jurisdiksionin e tyre më shumë kontroll, për sa i përket procedurave, standardeve, higjienës, pajisjeve, sepse unë fola duhen thika të ndryshme, duhen të gjitha këto janë ca elemente të cilët duhet i ofrohen shkollave. Në dijen time, kur janë procedurat, natyrisht subjektet që marrin pjesë kanë një set dokumentash, por për këtë çështje nuk di për hir të vërtetës shumë më tepër, sepse janë çështje procedurash administrative, por lind që AKU-ja së bashku me bashkinë të kenë ca procedura më fikse, domethënë më të shkruara, më të konceptuara mirë, edhe për institucionet e arsimit, siç janë kopshet dhe shkollat, që ata çfarë të ndjekin ata, cilat janë hapat e higjienës, shumë pak, shumë shkurt, hapat e higjienës në kuzhinë, si t'i ruajmë fëmijët nga gjithë infeksionet biologjike. Qartë. Zonja Paluka, unë të falenderoj shumë për këtë ndërhyrje. Falenderit ju që bëni sqarimin për çështje kaq sensitive për konsumatorët. Është gjithmonë kënaqësi edhe të informojmë publikun edhe të bisedoj me ju. Ju nëse dëshironi mund të rini gjatë gjithë emisionit, por nuk do doja t'ju mbaja në fakt për arsye edhe të kohës tuaj. Nuk është problem, unë jam online, nëse do t'ju duhet. Jo, edhe atëherë nëse doni rrini dhe mund të ndërhyni sa herë të dëshironi për të mos ju mbajtur gjatë gjithë kohës. Shkojmë në reklama e kthehemi pas pak. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po diskutojmë për historinë, tashmë historia kthyer e Gramshit, në fakt e kontaminimit të disa fëmijëve me salmonel në kopshtin numër 1 të këtij qyteti, e po ashtu me salmonel kanë rezultuar edhe 2 prej pjesëtarëve të stafit të këtij kopshti, njëra prej cilave është kuzhinierja. Dua ta ritheksoj në këtë pjesë të dytë që autoritetet shëndetësore janë ftuar për të qenë pjesë në program në alert. Sigurisht vazhdojnë të mos vinë për arsye të cilat vetëm ata i dinë dhe nuk japin asnjë shpjegim, nuk ka asnjë email të kthyer një përgjigje nëse do të marrin pjesë, nuk do të marrin pjesë, apo arsyet e mungesës në program. Megjithëse është një çështje që në fakt kur bëhet fjalë për shëndetin publik, janë ato të banorëve të këtij vendi, janë ato që duhet dalin të parët për të treguar se si qëndrojnë situatat e ndryshme apo konkretisht rasti i Gramshit. Na është bashkuar në studio, siç e anonçova edhe në pjesën e parë, është Kaplan Sulaj, dekani i bioteknologjisë, i Fakultetit Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe ekspert për certifikimet ISO, HACCP e të tjera. Profesor, mirëmbroma. Mirëmbroma. Mirëmbroma, në fakt në Shqipëri ju ndodhen në Shtetet e Bashkuara, kështu që mirëdita për ju, thuajse. Po, në fakt është pas dreke, ora 3. Qartë. Unë do t'ja jap shkurtimisht fjalën zotit Vrapi, Rushan Vrapi, ishte studenti tuaj, sepse gjatë gjithë pjesës parë në fakt vetëm nuk ka pasur asnjë ndërhyrje dhe pastaj do vite Q për gjithë kohën e mundshme. Okej. Shkurtimisht. Zoti Vrapi, ju kam ndjekur dje në mos gaboj ose pardje një dalje televizive, keni disa paqartësi, dyshime, ku ka çeduar sistemi për gjithë situatë. Ju keni eksperiencën, jeni mjek veteriner, njihni sigurinë ushqimore, keni punuar në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë për disa kohë. Atëherë, siguria ushqimore në vendin tonë ka pasur disa çedime kohët e fundit, jo vetëm rasti i fundit me salmonelozë, por edhe rastet e tjera, mbetjet e pesticideve, kthimi i dërgesave nga Komuniteti Evropian, rasti i parafundit me salmonelat në mish. Dhe janë disa paraqartësi ose disa problematika që sistemi ka dhe ato që ne diskutojmë janë gjithmonë për ta përmirësuar sistemin, për ta rregulluar shërbimin e... Vetëm një saktim, rasti i fundit me salmonel në mish është me salmonel në mish derri, që është importuar nga Brazili dhe është azjesuar. Jo, e kisha fjalën për rastin e mishit të pulës që ka hyrë disa muaj më parë nëse ju kujtohet. Po, historikë, edhe ajo pak a shumë e njëjta ngjarje është. Pak a shumë domethënë është i njëjti patogjen. Problematikat e sigurisë ushqimore dhe rreziku dhe paniku që përhapin ato në publik bëjnë që ne të bëjmë emisione të tilla që të ndërgjegjësojmë publikun dhe të qartësojmë pak situatën.
Siç kolegja më përpare përmendi, trajtimi në temperatura mbi 70 gradë, 75 gradë për disa minuta e shkatëron salmonelën, por kjo nuk do të thotë që autoritetet duhet të qëndrojnë të heshtje dhe të mos koordinohen me njëra tjetrën. Problemet të tilla sigurisë ushqimore si salmonela në rastin ton na vënë duke që sistemi ka probleme. Pra, mos koordinimi midis dy institucioneve, midis Ministrisë Bujqësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, tregon që hallkat e zinxhirit të gjumëshmërisë së produkteve ushqimore në Shqipëri kanë disa mangësira ose disa hallka të zinxhirit mungojnë. Që në vetvete përbëjnë një risk të shtuar për problematika që nuk zbulohen, sepse ne e dim shumë mirë që jo të gjitha problematikat zbulohen ose evidentohen. Nuk bën sens logjik që të zbulohen të gjitha. Por çfarë na mësojnë këto gabime? Na mësojnë që duhet jemi më të kujdesshëm dhe autoritetet në këtë rast të bëjnë teste suficiencë dhe proficience të gjithë institucioneve të tilla që japin tendera për ushimin e grupeve të caktuara ose institucioneve të caktuara siç janë çerdhit, siç janë kopshet, spitalet, burgjet e të tjerë. Pra, jo çdo lloj subjekti i caktuar me një licencë ose me një NIP të caktuar duhet i jepet e drejta për të bërë këtë punë që bën, pra të merret me ushimin e këtyre kategorive personash. Sepse siguria ushqimore nuk mund t'i besohet çdo kujt. Pra, kompanitë që e marrin tenderin dhe janë përgjegjës për ofrimin e vakteve në këto institucione duhet jenë të përgjegjshme dhe në vetvete duhet kenë teste vetë kontrolli përpara se të kalojmë te autoritetet. Pra vetë kompania X që merr një tender, një subjekt të caktuar për t'i ofruar këtë shërbim duhet ketë teste kontrolli në mënyrë rutinore. Pra nuk duhet të lejojë që gabimi të shkojë deri te konsumatori, në këtë rast fëmijët e çerdhes. Vetëm se në këtë rast kompania është Nesla SHPK, po e përmend sepse ka dalë emri në çdo rast të mundshëm kur është folur për këtë çështje, edhe pse nuk e kam idenë kush është, produkti në magazinat e tyre nuk është gjetur kontaminuar. Pra ka rezultuar negativ, pra pa prezencë salmonele. Produktet të treja, vezë, qumësht edhe mish. Produktet në zinxhirin ku ai furnizohet, që analizuar po ashtu vezë, mish dhe qumësht, kanë rezultuar po negativ. Përveç mostrave të vezëve në frigorifer. Pra mund të jetë në rregull subjekte, nuk e di. Absolutisht, nuk vëm pik ose nuk e vëm me shpatlla pas murit subjektin, nuk kemi gjë me të në fundit, por ajo që doja të thosha unë është që siç zonja Valbona e përmendi, që mund të ndodhin dhe cross kontaminime, pra kontaminime të kryqëzuara e thënë kjo në Shqip. Por gjithsesi institucioni vet duhet i bëjë këto teste në mënyrë të përsëritur dhe në mënyrë me një rrjedhë kohore të caktuar. Në këtë drejtim kaq mund të bëjë institucioni. Kopshi nuk besoj se mund të bëjë teste. Jo kopshi, e kam fjalën për subjektin që ka marrë flas gjithmonë për subjektet që ofrojnë si shërbim, ata që janë ofruesit e shërbimit, pra ai që ka marrë tenderin. Nga ana tjetër janë autoritetet, është autoriteti kombëtar i ushqimit që nuk duhet ta lejë situatën derisa të arrijë në raste të tilla që bëhen publike. Pra autoriteti duhet të ngrejë grupe pune dhe të bëjë monitorim të vazhdueshëm dhe jo vetëm monitorime me grupe pune, por marrje dhe dërgimin e mostrave në laborator. Pra, e thënë kjo me fjalë të thjeshta, duhet ketë disa kontrolle të vazhdueshme në mënyrë periodike që të sigurohet këtyre grup moshave ose grupeve sociale të caktuara që produktet që ato konsumojnë janë të sigurta. Pra, në këtë rast unë e them dhe dua ta vënë në dukje që kemi diçka jo të paqartë, po kemi një handicap, një hall që i mungon komunikimit midis institucioneve përgjegjëse për shëndetin publik në rastin e njerëzve dhe sigurinë ushqimore në rastin e autoritetit kombëtar. Pra ka një mungesë komunikimi në kohën e duhur midis dy institucioneve. Kjo bën të mundur që situata të përshkallëzohet dhe numri i personave të cilat kanë vuajtur nga kontaminimi me këtë patogjen të jetë më i lartë. Diçka tjetër që do të shtoja, ju e lexuat dhe cituat edhe në fillim të emisionit, që Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë kanë konfirmuar që është gjetur në 5 mostra Salmonella subspecium, pra ka ngelur në nivel gjinie. Nuk është përcaktuar akoma se kush tip salmonele është, sepse nuk është një salmonele dhe dy. Janë të paktën 2800 serovar dhe serotipe. Ngele paqartë dhe ngel dritë hije. Salmonella SPP është? Jo, Salmonella SPP është një gjini e madhe që klasifikon rreth 2800 serotipe dhe serovar. Ata kanë përcaktuar emrin, po s'kan përcaktuar mbi emrin, po s'kan përcaktuar emrin se kush është
personi, pra kanë ngelur në grup, nuk janë thelluar dhe është e pafalshme për institut reference që të mos vendosin specien specifike të salmonelës. Qofse na ndjekin mund më shkruajnë dhe ta sqarojnë. Në fakt, do shkoj tek zoti Sulaj, po me qenë se ju e përmendet dhe ma kujtuat, ka diçka në një prej raport analizave që unë kam parë qarkullojnë në media online, shkruante që një prej fëmijëve, pra ishte një prej fëmijëve kjo analizë, ishte Salmonella enteritidis. Po, këto e kanë konfirmuar laboratorët mjekësor human. Po. Unë po flisja për Isuvin. Dhe kjo prap... Por në qoftë se bëhet fjalë nga ushqimi, nuk mund të jetë një salmonell tjetër Jo, në mund të jetë, por një laboratori reference si Instituti Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Isuvi ka analizuar çfarë ka kërkuar AKU-ja. Po, por kur bëhet testi, kur bëhet mbjellja në terren, personi ose punonjësi që bën procedurën nuk duhet ngelni vetëm në nivel gjinie, duhet të bëj teste akoma më të thelluara, teste që përcaktojnë serotipin, teste të tilla siç është testi API, që ne përcaktojmë në mënyrë më të saktë, po ka dhe teste më të avancuara. Po, kjo ndryshon situatën? Jo, kjo nuk është se ndryshon situatën, sepse ajo në grupin e Salmonella jemi, po e bën situatën më specifike, më koncize, sepse në qoftë se ti përcakton fikse kush tam është, e kanë më të lehtë mjekët e ISHP-s që të bëjnë një monitorim epidemiologjik të situatës, sepse specie të ndryshme salmonellash kanë përhapje dhe hapje epidemiologjike më të ndryshme, por ndihmon edhe në aspektin e trajtimit të patologjisë tek njerëzit dhe desinfektimit dhe masat e ndërmarra, sepse ka salmonella të grupin e madh të salmonellozave të shpendëve që janë të merrsisht patogjene siç është enteritidis, por ka edhe që janë më të buta, që e bëjnë situatën akoma më të lehtë. Pra nuk është kaq emergjente domethënë. Të ISHP-s Rushan përtojnë të vinë në fakt. Nuk e di pse, por e vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë. Zoti Sulaj, edhe pse larg jam i sigurt që e keni ndjek këtë situatë. Po, patjetër, unë kam qenë në kontakt të informacionit që shpërndar në media dhe por ashtu kam qenë edhe i ftuar në disa intervistat të tjera lidhur me rastin. Tani po. Unë dua të sqaroj pak mbi rolin që ka Instituti i Veterinarisë dhe Sigurisë Ushqimore dhe rastin e konfirmimit të analizave. Dëgjova zotin Vrapi që tha për deklaratat që janë bërë në rezultatet e analizave apo shprehja e rezultateve të analizave. Tani standardi përcakton që mjafton të përcaktosh që është Salmonella specium dhe mjafton dhe kaq për të deklaruar në mënyrë të shpejtë rezultatin e analizave për publikun. Dhe kjo mjafton. Pastaj për të përcaktuar se cili serovar ka qenë i pranishëm në një mos të kontaminuar, kjo është një punë tjetër me thelluar e cila mund të marrë kohë dhe pak rëndësi ka. Kjo ka rëndësi vetëm në aspektin shkencor. Mjafton që të konfirmohet që është salmonell dhe kjo mjafton në aspektin e mbrojtjes së shëndetit publik, po edhe në hetimet epidemiologjike. Për të pasur pastaj dhe për të përcaktuar virulencën e shtameve dhe identifikuar, kjo është histori tjetër. Dhe kjo kërkon kohë dhe kërkon prova të tjera, jo vetëm prova biokimike, por kërkon teste të tjera serologjike, madje kërkon edhe analizat të biologjisë molekulare për të përcaktuar pastaj se cili serovar është përgjegjës dhe sa virulent është ai për një kontaminim të mundshëm që mund të ketë ndodhur. Tani, profesor, në gjithë analizat, në gjithë zinxhirin, ato çfarë ka ndjekur AKU-ja të gjurmëshmërisë, është gjetur pranie salmonellës prezencë vetëm në vezët në frigorifer. Nuk është gjetur në disa mostra që janë marrë në magazinat e kompanisë, nuk është gjetur në disa mostra të marra në stabilimentin prodhues të vezëve, nga ku furnizoi kompania, dhe po ashtu, sipas AKU-s, kompania ishte kontrolluar më herët, pra e shpendëve, për shkak të atyre punës rutinë të AKU-s apo raportime që ju duhet për në Bruxelles në lidhur me salmonellozat, që ka qenë e pastër ferma në muajin prill. Çfarë mund të ketë ndodhur që veza e përmendi dhe zonja Paluka, në fakt, veza është e kontaminuar në frigorifer, ndërsa në rastet tjera jo, ndërsa 2 prej punojësve të kopshtit përveç fëmijëve kanë rezultuar të prekur me salmonell, njëri prej cilëve është kuzhinierja. Unë nuk e di se kam dëgjuar çka kanë thënë parafolësit, por unë dua të theksoj vetëm një fakt.
historia është shumë komplekse. Nuk është vetëm që është kontaminuar në frigorifer apo jo. Ju përmendët që ka një kontroll të kryer nga AKU-ja për fermën në muajin prill. Është një njoftim i sotëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit pasdite. Po, është natyrisht mund të jetë kërkuar, mund të jetë analizuar produktet, vezët, por të mos harrojmë që salmonelat janë patogjen të cilët mund të futen në çdo kohë, në çdo ditë, në çdo minutë të ditës në tufat e shpendëve. Dhe kontaminimi ose infeksioni i salmonelave në një fermë mund të futet në rrugë të ndryshme, nga ushqimi, nga ajri, nga toka, mund të futen nga insektet, nga zogjt. Pra, mënyra e kontaminimit është shumë fishe. Dhe asnjëherë nuk mund të flitet me siguri, nuk ka siguri 100% në infeksione salmonelare. Kush deklaron që ka qenë e pastër, bën gabim që thot kemi një tufë të pastër me salmonela. Kjo është dhe arsyeja që Bashkimi Evropian, por edhe autoritetet e tjera në vendet e zhvilluara vën kushti për monitorimin e vazhdueshëm të salmonelave dhe për ngritjen e programeve të monitorimit në nivel kombëtar. Unë nuk e di se sa herë mostra janë marrë në fermat e shpendëve për të vërtetuar nëse ka prani të salmonelave në shpendë dhe gjalla dhe mandej për të kontrolluar edhe produktet vezë, apo për kontrolluar edhe mishin e thertoreve të shpendëve. Prandaj them që problemi është shumë kompleks. Nuk mund të thuhet që kemi kontrolluar një herë ose dy herë ose disa herë në një fermë apo në disa ferma dhe nuk kemi gjetur salmonela dhe mund të konsiderojmë që kjo tufë është e pastër nga salmonelat. Koha në vazhdim me kokën, pra kemi shpërndarje, mund të kemi kontaminim të infeksionit salmonelar në hapësirë dhe në kohë. Kjo nuk kupton që infeksioni mund të shpërndahet në kohë të ndryshme, po edhe në periudha të ndryshme edhe në largësi të ndryshme gjeografike. Ajo që unë dua të theksoj është fakti që rasti i fëmijëve në Gramsh është një rast i cili në këndvështrimin tim si specialist i sigurisë ushqimore nuk ka marrë kujdesin e nevojshëm nga të gjithë institucionet për të bërë hetimin epidemiologjik, për të gjurmuar jo vetëm produktin, jo vetëm fermën, po për të gjurmuar gjithçka që mund të ketë qenë shka kontaminimi në kopshtin nr. 1 në Gramsh. Dhe në deklaratat që unë kam dëgjuar, në informacionet që kam marrë, vërej që në shumë panele televizive, por edhe në media, por edhe në diskutimet që bëhen jo vetëm në media, por edhe në nivel shkencor, të lë për të dëshiruar fakti që nuk ka profesionalizëm. Shumica e personave që përfshihen në debate dhe në diskutimin nuk e njohin fare problemin e salmonelave. Më vjen keq, madje ngatërrojnë dhe shprehen me nocionet pa kuptimta në shkencë, por edhe në profesion. Kam dëgjuar me shumë vëmendje diskutime në disa kanale televizive, me të ftuar, të cilët marrin atributet e personave të ose atributet e specialistëve të sigurisë ushqimore apo të specialistëve të shëndetit publik, por në fakt nuk kanë asnjë lloj background dhe diskutimi i tyre ka qenë një diskutim që jo vetëm ka transmetuar tek konsumatori dhe tek publiku një diskutim pa vlerë, pa shpresë për të përzgjedhur situatën, por nga ana tjetër ka përçuar një mesazh të gabuar te publiku duke sinjalizuar dhe duke i dhënë publikut një informacion i cili nuk është e vërtet. Ajo që është e vërtet dhe që unë e them me plot gojën është fakti që ne kemi një rast tani të konfirmuar të salmonelave nga produktet vezë, e konfirmuar nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Dhe ky është fakt dhe ky nuk mohohet. Nuk ka institucion në vend që ta mohojë këtë gjetje, të konfirmim të analizave që ka bërë Instituti i Referencës, e cili ishte ngarkuar me ligj për të kryer këtë punë. Ajo që unë vënë re është nuk ka persona nga shëndeti publik që të dalin dhe deklarojnë që ne vërtet kemi një rast. Tani ky fakt ka ndodhur. Çfarë duhet bëjmë, çfarë masash duhet marrim, çfarë duhet të minimizojmë nga rreziku i cili është shfaqur. Por askush nuk del dhe mua më vjen keq aty në panel nuk ka si të ftuar nga institucionet e shërbimit shëndetësor dhe kryesisht shëndetit publik.
me informacionin që kam, Instituti i Shëndetit Publik ka persona të kualifikuar, unë njoh mikrobiolog të shquar dhe shumë të mirë në shëndetin publik, që janë në gjendje që jo të identifikojnë salmonellat, por natyrisht të flasin me kompetencë dhe të japin dije dhe informacion për publikun në mënyrë që publiku të mos keq informohet. Dhe përveç kësaj, unë dua të theksoj që ne ndodhemi në një situatë kur kemi një përzierje informacionesh të ndryshme të cilat nuk kanë bërë gjë tjetër veç se kanë deri diku kanë sensibilizuar në mas publikun, dhe kjo është e mirë, natyrisht që është të mirë publikut, por duhet kemi parasysh që një informacion i super zmadhuar dhe i fryrë nga ana tjetër, nuk është gjë tjetër veç se sjellë te publiku panik. Pa diskutim. Unë dua të bëj me dije dhe panelin tuaj, por edhe publikun e gjerë që ne kemi salmonela, kemi patur salmonela këtë rast kontaminimit me kontaminimin e vezëve dhe shfaqjen e një shpërthimi në Gramsh, por ne do të kemi edhe në të ardhmen. Këtë nuk e minimizojmë dot. Është e pamundur të themi që me 100% ne nuk do kemi salmonela dhe nuk kemi kontaminim salmonela dhe infeksione në të ardhmen. Ne kemi patur dhe do kemi. Problemi është që ne të minimizojmë rastet dhe të ulim numrin e rasteve apo të minimizojmë dëmet që sjellin ato në shëndetin publik. Lidhur me kompaninë ose me ato që ju lançuat, ky rast mund të ndodhi asaj kompanie, mund të ndodhi çdo kujt që merret me tregtinë dhe me furnizimin e ushqimeve. Bëhet fjalë për një rast ku hetimi epidemiologjik nuk ka gjetur shkakun akoma. Madje unë dua të them që epidemiolog të akuus, epidemiolog të shëndetit publik, epidemiolog të shëndetit kafshëve, shërbimit veterinar, duhet të hetojnë dhe duhet të përcaktojnë se cili ka qenë burimi i kontaminimit të salmonelave, dhe kjo është mjaft e rëndësishme, sepse topi hidhet në një krah, sa në një krah, diku thuhet që tani tashmë është konfirmuar që kanë qenë vezët, por natyrisht veza është një burim infeksioni dhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, 20% ka raste kur në partitë e kontaminuara të vezëve është vërtetuar që 20% e vezëve të kontrolluara kanë qenë të kontaminuara me salmonela. Po kështu edhe mishi i shpendëve për shembull në disa shtete ku është kryer monitorimi i mishit të shpendëve rezulton që incidenca dhe raste salmonela mund të shkojë deri në 50%. Pra, fakti tregon që mishi i shpendëve, vezët, ngjelet burimi kryesor i kontaminimit me salmonela. Kjo nënkupton që edhe vezët mund të kenë qenë shkaku i kontaminimit të fëmijëve në Gramsh. Por nuk lë opsionin tjetër për të gjykuar sepse ose për të hetuar vërtet që nga kanë ardhur këto vezë, a janë hetuar këto, a janë kontrolluar gjitha partit, a ka patur kontrole monitorime të vazhdueshme në fermë, dhe mandej duhet të theksoj që ka raste kur ne kontrollojmë një parti, për shembull me 10.000 vezë ose me 100.000 vezë, të cilat mund të jenë një produkt i një ferme, dhe nuk kapim salmonela, sepse merret një mostër mesatare dhe kontrollohet mbi bazën e një mostre mesatare dhe jo çdo kokër veze apo çdo karkasë shpendëve. Kjo është e pamundur teknikisht. Prandaj kërkohen kontrolle të vazhdueshme për salmonelat në mënyrë që të përcaktojnë nëse ka ose jo. Nëse ne kontrollojmë një parti dhe themi që nuk gjetëm salmonela, salmonela mund të ketë qenë e pranishme në pikërisht në këtë produkt, pavarësisht sepse ne nuk jemi në gjendje që të kontrollojmë çdo lloj produkti. Prandaj them që historia e salmonelave dhe kontrolli i salmonelave nuk është një histori e thjeshtë që mund të themi ka ose jo. Edhe po ta shikoni tek standardi, raporti i përgjigjeve analitike, me kujdes thuhet, standardi kërkon praninë në 25 gram të salmonelave dhe shikohet prezencë ose jo. Do të thotë që është e pranishme ose mungon në mostër. Por nuk do të thotë që mostra që partia është e lirë nga infeksioni. Tregon që kapaciteti analitik deri në këtë kohë ka vërtetuar që ka ose nuk ka. Po kjo nuk kupton që për shembull një parti e vezëve të jetë 100% e sigurt dhe e lirë nga salmonelat.
E kuptoj. Me qenë si ju ndodhë në Shtetet e Bashkuara, në fakt, para pak ditësh, e kemi publikuar edhe ne, një lajm që ishte gjetur salmonel edhe në domate edhe në kastravet. Po pak tjetër, nuk salmonelat mund të gjenden në perime, mund të gjenden në mish, mund të gjenden natyrisht sepse ato kontaminohen nga mjedisi, mund ndodhe kontaminimi i kryqëzuar. Pra, salmonelat nuk janë tani vetëm që themi atributi i produkteve me origjinë shtazore. Ato natyrisht mund të gjeten në ujin e pishëm, në ujin që vadisin fushat apo plantacionet e mbjella, mund të shpërndahet me anë të fluorit, me anë të insekteve, me anë të zogjve, me anë të brejtësve të ndryshëm. Pra, salmonelat mund të gjejmë kudo dhe nuk është çudi që të gjejmë në domate, në kastraveca, të gjejmë në perime të tjera të cilat natyrisht janë të kontaminuar në faktorë të ndryshëm. Por sot një nga problemet kryesore është kontaminimi i kryqëzuar me manipulimin e produkteve ose nga mungesa e standardeve të higjienës. Unë po jap për shembull, nëse me një thik ose me duart palara, nëse me një thik keni prerë një copë mishi të kontaminuar me salmonela dhe me atë nga pakujdesia vazhdoni të qëroni patatet ose të prisni sallatën ose të përgatisni një produkt tjetër, nuk keni bërë gjë tjetër veç se keni quar ose keni përquar këtë lloj kontaminimi në një produkt tjetër. Rastet të tilla ka plot në botë, sepse standardet e higjienës nuk zbatohen ashtu siç shkruhen 100%. Për shkak të shumë arsye, po për shkak të neglizhencës që ka në përpunimin e ushqimeve dhe përgatitjen e ushqimeve. Profesor, ju jeni edhe ekspert në fakt i certifikimeve ISO, standardeve ISO. Unë po e shtroj si diskutim tani dhe përgjigjet e diskutimin bashkë me zotin Vrapi që ta përfshim mbas reklamave, por a është e nevojshme që institucionet të tilla, siç janë drejtoritë e qerë dhe kopshteve, drejtoritë e burgjeve, drejtoritë të ndryshme që kanë varësi konvikte, shtëpitë moshuarish, pra çdo kujt që i ofrojnë ushqim, vetë institucionet publike të certifikohen. Ka një standard edhe ata ISO certifikimi, megjithëse nuk është i detyrueshëm, por me këtë rast ju lind edhe e drejta për ta audituar kompanitë që fitojnë tendera. E them këtë sepse kompania në fjalë, për shembull produktet e pulës i merrte në tregun agro-ushqimor të Tiranës, që sigurisht kushtet higjieno-sanitare atyherë pasherë lënë për dëshiruar. Në disa raste nga informacionet që kam nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, kishte kontraktuar një furrë buke në Gramsh dhe i thoshte në 1, 2, 3 ditë, pra në këto orare do më çosh bukën atje dhe nuk e shite fare me sy. Varet se si ka kushtet e veta higjieno-sanitare në magazina ku mbajnë një pjesë produktesh. Pra vetë institucioni, për shembull drejtoria e qerë dhe kopshteve të bashkisë së Gramsh, tjetë e certifikuar, të ketë një standard ISO edhe ai, me qëllim që të bëj monitorimin, auditimin e më pas edhe ta penalizoj kompaninë për të hequr drejtën e marrjes pjesë në tendra publik në këtë fushë për gjithjetën. Por do ta diskutojmë mbas reklama. Shkojmë në një hapësirë publicitare e kthehemi pas pak në studio. Mos u largoni. Jemi në këtë pjesë të tretë dhe të fundit po diskutojmë për salmonelen ende anonime të Gramshit, historinë e helmimit të disa fëmijëve në kopshtin numër 1 qytetit të Gramshit. Zoti Sulaj, besoj e shtruam diskutimin para reklamave, ndërkohë dhe zoti Vrapi mund të ndërhyj në lidhje me standardet e vetë institucioneve që bëjnë tendera të tillë publik, me rrezik dhe me ndjeshmëri të lartë. Tani unë duhet të theksoj që lidhur me procedurat e prokurimit, unë jam specialist i prokurimeve, nuk dua të hyj kësaj. Do ta përqendroj pak diskutimin tim te çfarë nevojitet për të garantuar ushqime të sigurta, kryesisht për institucionet ku shërbehet ushqim kolektiv. Sepse lidhur me ushqimin kolektiv, impakti i sigurisë ushqimore është më i madh se sa rastet sporadike të infeksioneve të salmonelave apo të agentëve të tjerë infektiv. Çfarë kërkohet? Unë nuk e di nëse të gjithë kopshtet, qerdhet, flas kuriozisht për kuzhinat e tyre, nëse kanë
të implementuar sistemin HACCP ose jo. Dhe ky është një kusht që duhet respektuar patjetër, kusht ligjor. Aty ku shërbehet ushqim, aty ku përgatitet ushqim, duhet këtë implementuar sistemin HACCP. Dyshoj që se kanë. Po pikërisht, dhe ky është një detyrim, është pjesë e standardit, pa implementuar sistemin HACCP. Dhe nëse vetë kuzhinat apo entet e shërbimit të ushqimeve në për institucionet ku shërbehet ushqim kolektiv duke të implementuar sistemin HACCP, një nga kriteret kryesore ose nga kriteret që kërkon sistemi HACCP është certifikimi furnizuesve. Do të thotë që çdo furnizues që duhet të çojë ushqime tek kopshtet e të çerrët apo tek burgjet apo tek institucionet të tjera apo për shembull në një repart ushtarak apo në një vend tjetër ka ushqim kolektiv, në një mens konvikti apo në një vend tjetër, atëherë kërkohet që të gjithë furnizuesit e ushqimeve duhet të certifikuar dhe duhet që të ushqimet që sjellin duhet të kenë nga kompanitë të certifikuara me sistemin HACCP ose me certifikata të tjera të sigurisë ushqimore. Në këtë mënyrë, ky zinxhir standardesh duhet të shoqërojë produktin që nga prodhimi deri atje ku konsumohet. Sepse e gjithë bota e zhvilluar, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Europë dhe në vendet e tjera, në të gjitha vendet ku gatuhet ushqim, ku përgatitet, ku përpunohet, ku prodhohet, ku transportohet ushqim, kërkohet natyrisht të kenë certifikime. Pa certifikime nuk mund të flasim për siguri ushqimore. Kjo nuk kupton faktin që ne duhet të kemi certifikime gjigante për shembull për një ent, për një kuzhinë. Në një ent, në një kuzhinë ku përgatitet ushqim, implementohet një sistemi HACCP i lehtësuar i cili i siguron ose i garanton kësaj kuzhine që të prodhojë ushqime të sigurta për konsumatorët që shërben ushqimin. Në rastin tonë për fëmijët, për personat të tjerë cilën marrin ushqim kolektiv. Po nëse nuk... Dhe nëse nuk respektohen këto lloj standardesh, natyrisht që do kemi raste të tilla. Patjetër sepse por kjo nuk kupton që edhe kur kemi standarde të aplikuara, ne minimizojmë në maksimum rrezikun, por nuk eliminojmë 100%. Ja, sigurisht. Po vetë institucionet duhet të kenë kapacitete për të monitoruar zbatimin e kontratave nga kompanitë e ushqimit. E lidh gjithmonë me këtë pjesën e ushqimit. Një nga kriteret që duhet të jetë në përgatitjen e dokumentacionit për tenderimin dhe për furnizimin e ushqimeve duhet të jetë që nuk e di, besoj se duhet ta kenë sepse një nga është gjitha furnizuesit e ushqimeve ose gjitha ata që marrin pjesë në tendrat publik për të ofruar ose për të furnizuar me ushqime institucione të ndryshme duhet të paraqisin pranë institucioneve ose pranë për si dokumentacion që ushqimi që ata marrin ose ushqimi që ata prodhojnë natyrisht duhet të jetë certifikuar nga ana e sigurisë ushqimore. Pra, duhet të ketë certifikime HACCP ose certifikime të tjera të sigurisë ushqimore të shoqëruara pastaj me dokumentacion mbështetës. Një pjesë të certifikimeve janë dhe analizat, janë dhe kontrollet e inspektimet. Pra, të gjitha këto së bashku me sistemet autokontrollit implementuara në një kompani janë garant për sigurinë ushqimore. Por natyrisht që kur shpallet një tender i tillë, një pjesë e dokumentacionit do të jetë që të gjithë furnizuesit duhet që gjitha ushqimet që nga ata i marrin ose nëse ata i prodhojnë, duhet i shoqërojnë me këto lloj certifikimesh ose këto lloj certifikatash në mënyrë që të jenë garant që ushqimi nga prodhohet të ketë respektuar standardet e sigurisë ushqimore. Në të kundërt, rreziku duhet të jetë më i madh. Profesor, deri para disa vitesh, monitorimin e lidhe me sigurinë ushqimore, bashkë me këtë edhe shëndetin publik, e monitoronin në kopshte dhe çerdhe institucionet e shëndetit publik, konkretisht drejtoritë e higjienës, Instituti i Shëndetit Publik, diçka e tillë pra institucionet e varësisë, Ministrisë së Shëndetësisë. Më pas ju kalua kjo autoritetit kombëtar të ushqimit. A mos do të ishte më mirë sërish të kthehen varësitë institucioneve të shëndetit publik për shkak të edhe të kërkesës autoritetit kombëtar të ushqimit, numrit të madh operatorëve të biznesit ushqimor, numrit kufizuar të inspektorëve në total në gjithë vendin? E kam dëgjuar këtë shpesh në media. Me qenë se i kontaminuar ishtë konspital. Lexova dhe deklaratat e fundit. Shiko,
ajo që unë vëre është që shumica e tyre që hedhin hipotezat të tilla nuk e njohin mirë ligjin dhe nuk e njohin mirë situatën, çfarë ka definuar ligji i ushqimit, Ligji për ushqimin. por edhe ligjet e tjera që përcaktojnë shërbimet shëndetësore në vendin tonë. Ligji i ushqimit ka përcaktuar qartë që objekt i kontrolleve të AKU-s është vetëm ushqimi dhe kushtet e ruajtjes së prodhimit dhe shpërndarjes së ushqimit. Dhe natyrisht që kjo është e lidhur me shëndetin publik, është pika e lidhjes, por nuk është objekt kryesor shëndeti human, shëndeti njerëzve, sepse ky është objekti i shërbimeve shëndetësore. Dhe në të gjithë botën, në Europë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht ka agjenci të posaçme për kontrollin e ushqimeve. Unë do të them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 2 institucione të fuqishme që janë përgjegjës për sigurinë ushqimore. Një është Departamenti i Bujqësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me anë të institucioneve inspektuese që ka, por është edhe Food and Drug Administration. Janë të dyja institucionet që marrin pjesë në garantimin e sigurisë ushqimore në këtë vend. Po kështu edhe në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian janë krijuar ato që quhen agjencitë e veterinarisë dhe të ushqimit ose agjencitë e sigurisë ushqimore, të cilat kanë objekt kryesor ushqimin dhe natyrisht të gjitha çështjet që lidhen me ushqimin. Dhe nuk kanë objekt primar shëndetin human. Shëndeti human është pjesë tjetër e agjencive, pjesë tjetër e inspektoriateve. Dhe këtu ne duhet jemi të qartë si vend. Nuk ka asnjë lloj mbivendosje. Është e përcaktuar qartë tek ligji i ushqimit që objekt i inspektimeve, i kontrolleve është pikërisht ushqimi për të garantuar te konsumatori ushqim të sigurt. Dhe nuk është objekt primar dhe nuk është objekt kryesor shëndeti human. Natyrisht që ushqimi kontrollohet, inspektohet dhe garantohet në të mirë të shëndetit human, në shëndetit publik. Çfarë nuk jam dakord është mënyra e koordinimit midis institucioneve. Kjo çalon në Shqipëri. Pra, nuk mundet që tani të shkojë një inspektor i higjienës apo edhe i shëndetit publik dhe të certifikojë ushqimet. Pra, ushqimi do të jetë certifikuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe këtu mbaron puna. Nëse ushqimi është i certifikuar i sigurt nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe i serviret konsumatorëve, këtu mbaron puna dhe mandej nuk ka objekt nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të kontrollojë për shembull shëndetin human. Natyrisht kur ka shfaqje të infeksioneve si në rastin e Gramshit, janë njoftuar institucionet e shëndetit publik apo jo? Dhe pastaj është vënë në lojë AKU-ja dhe institucionet e tjera për të parë nëse është kryer puna inspektuese në rregull ose jo. Po, vetëm se rasti konkret ka treguar që janë njoftuar me vonesë. Kush janë njoftuar me vonesë? Për shembull Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Instituti i Shëndetit Publik. Po kjo është pjesë e neglizhencës së institucioneve të shëndetit publik. Jo, pikërisht. Gjë e parë që duhet të ishte, sepse ajo që çedon ose ajo që mungon në sistemin shqiptar, nuk kemi në një sistem të integruar të informimit të shpejtë që të jetë pjesë integruar të gjithë institucionet. Vendet në botë, për shembull, nëse shkon në institucione të shëndetit publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nëse ka një rast të shpërthimit salmonelave, aty në platformën sistem futet të rastit, deklarohet dhe ky informacion i shkon në mënyrë automatike, i shkon për shembull FDA ose Departamentit të Bujqësisë. Dhe menjëherë merren veprimet. Po këtu është shumë e thjeshtë për ndërtuar një platformë të tillë, më kupton, për ndërtuar një platformë me një investim të shtetit shqiptar, madje edhe modest, mund të krijohet një platformë e tillë njoftimi të shpejtë, ku çdo institucion të ketë akses në shëndetin publik dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, duke mbartur informacion në këtë platformë dhe informacioni shkon në mënyrë të menjëhershme të dyja institucioneve. Qartë, do të them këtu akoma njoftohet me shkresa dhe me emaile. Emaili hapet, nuk hapet, lexohet, nuk lexohet, shpesh neglizhohet,
përkoket ajo që quhet njoftimi shpejt me anë të sistemeve të integruara, gjë që mungon në vendin tonë. Dikush më shkruan që burimi i salmonelës janë kryesisht zorret e kafshëve dhe zogjve, apo pra shpendëve, ku ato jetojnë pa shkaktuar gjithmonë sëmundje të kafshëve te kafsha price, sepse tash jam edhe pasyze. Prej andej, ato mund të përhapen te ushqimet, ujë dhe ambienti. Tani, për ta sqaruar që edhe atë që ka shkruar, salmonelat janë banor të aparatit tretës, kryesisht të zorrëve. Dhe kjo është e vërtet. Ato ndodhen me shumicë dhe kryesisht tek shpendët dhe tek kafshët, po te shpendët ato janë banor janë pjesë e aparatit tretës. Në shumë raste nuk shfaqin shenja klinike të sëmundjes, sepse shpendët janë rezistente si specie, dhe ato mund të kontaminojnë produkte, mund të kontaminojnë vezët, mund të kontaminojnë mishin gjatë therjes kafshëve ose therjes shpendëve. Por ato janë banor, ato mund të gjenden edhe në aparatin tretës të njerëzve. Edhe ne mund të jemi bartës të salmonelave. Madje të dhënat tregojnë që nëse një person ka qenë i sëmurë me salmonel, ai mund të shëndetësohet, mund të jetë i lirë nga salmonela, por ka raste që 1 deri në 3% e personave ngelin bartës së tyre dhe eliminojnë me anë të jashtësisë gjithnjë salmonela. E njëjta logjikë është edhe për te kafshët. Pra, në kafshët dhe por edhe në gjallësa të tjera, do dhe në reptil, do dhe në amfib, salmonela. Shqipëria dhe vendi ynë ka patur shkencëtar të shquar dhe specialistë të shquar për salmonela. Jemi në rastin e salmonelave dhe askush nuk e ka përmendur që një nga shkencëtarët tanë natyrisht që ka bërë një zbulim i cili sot një nga serovaret e salmonelave mban emrin e tij, dhe ky ka qenë doktor Azmi Dibrani i Shëndetit Publik. Pra ne kemi histori të salmonelave të cilët me njerëz të kualifikuar, edhe ka akoma, dhe kemi persona dhe mikrobiolog që janë në gjendje të identifikojnë salmonelat në mënyrë të saktë. Por nuk është ky problemi që a kemi në njerëz të aftë për të kryer identifikimin e salmonelave. Kjo është shumë e thjeshtë dhe kjo bëhet. Problemi është që janë pak njerëz, identifikimi i salmonelave është përqendruar kryesisht në qendrat e referencës dhe nuk është shtrirë në institucionet inspektuese. A është në gjendje dhe a është në gjendje akuja me laboratorët rajonal që të bëjë identifikimin e salmonelave? Sigurisht nuk është. Do shkoj pak tek Pikërisht ky është problemi. Sepse ai kontrolli rutinë dhe ai kontrolli primar që duhet bërë në laboratorët rajonal janë ata që kanë ngarkuar me ligj për të kryer kontrollin e salmonelave. Nëse ata nuk janë në gjendje ose nëse ata arrin një dyshim për salmonelave, ata mund të drejtohen qendrës së referencës për konfirmimin e mëtejshëm. Do të përcaktuar në ligj. Do them pak tek zoti Vrapi, sepse si kemi lënë as pak kohë. Situatë paksa, ose paktën po e nis ndryshe me ju në lidhje me kontrollin e fermave që bëhen në Shqipëri, ose problematika që ato shfaqin, të paktën për salmonelozat, stabilimentet e shpendëve. Ju keni qenë pjesë e ISUV dhe sigurisht her pas here keni analizuar ose kolektuar qoftë produkt veza apo analiza tjera për këto stabilimente. Atëherë profesori e bëri dhe tha në parantezë që salmonelat janë patologji që kafshët dhe sidomos shpendët vuajnë ose janë bartëse të tyre dhe ekzistojnë metoda ose teknika për të bërë diagnozën më të shpejt në stabilimentet e mbashtimit të kafshëve. Një nga përgjigjet që autoriteti kombëtar i ushqimit kishte deklaruar ishte që tufa nga të cilat origjinonin shpendët ishte kontrolluar para 1 muaji dhe kishte dalë negative. Por kjo nuk do të thotë që definitivisht ajo ferm është e pastër, sepse ne e dim shumë mirë, siç profesori e citoi më përpara, që mostra të cilën në ferma është testuar, është mostër përfaqësuese dhe nuk është mostër specifike për çdo lloj individi, sepse është e pamundur qoftë kjo teknikisht, por edhe ekonomikisht që çdo lloj individi shpend ose derë ose bakti tjetër të testohet në një tufë. Pra kjo nuk e përjashton mundësinë
e të qenit të fermës origjinës së vezëve në këtë rast si burimin kryesor të salmonelave. Përsa i përket diagnozës së salmonelave dhe epidemiologjisë së salmonelave në vendin tonë, por edhe në botë, salmonelat janë një problem goxha i madh. Pra, shërbimet veterinare botërore e kanë një nga patogjenët më shpesh të diagnostikuar, qoftë kjo me manifestime klinike, por qoftë kjo edhe pa manifestime klinike. Sepse shumica e kafshëve, ose sidomos shumica e shpendëve që i mbjetojnë infeksionit ose infektimit të parë me salmonela mbeten mbartës dhe mbeten rezervuar pra burime të këtij patogjeni dhe transmetimin e këtij patogjeni në produkte ose edhe në mjedis. Shumë studime dhe prova epidemiologjike kanë treguar që derrat e infektuar, me që profesori përmendi raste nga Shtetet e Bashkuara, kanë arritur të ekskretojnë me anë të feçeve të tyre në ujrat e lumenjve patogjenin në fjalë, pra salmonelat. Pra është një problem goxha kompleks përsa i përket këtij aspekti. Vetëm një moment, gjatë vitit 2023, sipas Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore dhe Qendrës Europiane për parandalimin dhe kontrollin e smundjeve, pra vetëm 2023, Evropa ka njohur 77.486 raste salmonele të raportuar. Bashkimi Evropian. Absolutisht, sepse salmonelat nga vetë natyra e tyre biologjike janë mikroorganizma që përhapen lehtë dhe mund të mbjetojnë dhe të shumohen edhe në mjedise të jashtme. Pra nuk u mjafton, domethënë, për të rritur, ato mund të rriten edhe jashtë mjedisit të kafshës. Plus që janë goxha kontagjioze, goxha ngjitse. Unë doja të bëja edhe një replik të vogël me profesorin, është vërtet që institutit i mjafton për publikun që të deklarojë që është vetëm në nivel subspecie salmonela, por në bazë të ISO-s që Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, instituti vetëm i referencës dhe i vetëmi institucion për sigurinë ushqimore dhe veterinarisë që jep diagnozën përfundimtare punon, që më lejoni ta citoj, që është ISO-ja 6579, 2017, ata janë të detyruar që me një nga disa nga provat që kjo ISO përmend, të deklarojnë dhe kush specie specifike është dhe e gjithë procedura analizës, në qoftë se do të marrim vetëm kulturën zgjat 3 deri në 5 ditë, sa që është dashur në rastin konkret autoritetit ISUV-it për ta nxjerrë përgjigjen. Por mos të përmendur pastaj që kemi metodet e real time PCR-it që brenda 4 orëve jo vetëm që përcaktojnë që është salmonel, por që me një test të dytë që zgjat po 4 orë përcaktojnë dhe kush është serotipi, pra ngushtohet koha. Ajo që do më falni, do të bëj një pak vetëm një sqarim, zoti Vrapi. Shiko tani, unë nuk kam punuar me salmonela direkt me identifikimin e salmonelave. Jo, unë po citoja ISO-n që Instituti i Referencës punon, e ka bazohet në këtë ISO. Nuk përcakton, ajo ISO tregon në rrugën dhe standardin që duhet të ndjekësh deri në konfirmimin përfundimtar të specieve. Por, po të shkosh standardi hap rregulloret e Bashkimit Evropian dhe çfarë thonë për raportimin e rezultateve analitike. Jo, jam dakord që në publik duhet raportuar në nivel subspecies, po e kundërshtoj këtë, po them që duhet që Mjafton të konfirmosh që është salmonela. Po nuk po e kundërshtoj, profesor, nuk e kundërshtova këtë. Thjesht thash që tani lidhur pak me serotipizimin e salmonelave. Natyrisht për serotipizimin e salmonelave është një punë e gjatë, nuk është punë. Mund të filloj fillimisht me grupin e serumeve, me skemën White Kaufman, e cila është një skemë e cila bën në bazë të antigjeneve të salmonelave dhe vazhdon mandej me identifikimin e plazmideve të ndryshme, me anë të provave të fagotipizimit ose dhe me anë të provave biologjisë molekulare. Por këto janë prova të cilat kërkojnë kohë, sepse natyrisht për të identifikuar një grupe të ndryshme të patogjenëve të salmonelave kërkohen për biologjinë molekulare, nuk kërkohen vetëm të identifikojnë shtamin në mënyrë të thjeshtë është salmonela apo jo. Po kërkohen primerat, reverse dhe forward, të cilët të jenë disa dhe të jenë shumë. Po, absolutisht, kjo nuk diskutohet, por... Kjo ka kosto dhe natyrisht që nuk e di se... Jo, absolutisht, por ISUV ka kapacitetet për këtë që unë po mundojnë të thëmë. Do të shkojnë me disa mijëra euro. Dhe nuk e di se a e kemi ne kapacitetet si vend për të bërë një punë të tillë. Natyrisht, kryesisht vendet e tjera të Bashkimit Evropian, natyrisht i dërgojnë këto shtame për identifikuar në qendra të specializuara dhe qendra të identifikimit të salmonelave. Kështu operohet në të gjithë botën. Ne nuk kemi ato lloj kapacitetesh analitike për të arritur për të bërë
konfirmime të tilla deri në nivele të sakta ose të hollësishme të biologjisë molekulare. Ne mund të bëjmë natyrisht një real-time PCR ose një PCR më të konfirmuar me ato primary, reverse dhe forward ose me ato lloj kapacitetesh që kemi për identifikuar nëse kemi për shembull për të identifikuar 4 klasat ose 6 klasat e salmonelave. Profesor, Jam dakord. Po për të shkuar pastaj më në detaje, kjo është një histori e gjatë, nuk është histori kaq e thjeshtë. Edhe e gjatë, në fakt edhe shumë teknike për ata që na ndjekin, por unë jam edhe në fund, nuk kam më kohë. Të falenderoj shumë që u bërë pjesë Alert për gjithë mendimet dhe bisedën tonë. Faleminderit dhe ju, falenderoj dhe zotin Vrapi, natyrisht është një specialist i mirë, pavarësisht moshës, por vërtet unë dua të falenderoj edhe diskutuesit e tjerë që ka qenë të ftuar sot. Do ta falenderoja unë sigurisht edhe zonjën Paluka, Valbona Paluka. Sepse ky është një rast në i cili duhet të mësojmë të gjithë. Ne që flasim dhe ata që na dëgjojnë, por dhe institucionet dhe gjithë shoqëria shqiptare. Ne do të kemi edhe do të përballemi sot edhe me fluksin e masë të turizmit, i cili nuk është gjë tjetër veç se është një burim i mundshëm kontaminimi me salmonela. Imagjinoni sa hyn dhe sa dalin në Shqipëri sot dhe sa salmonela, shtame salmonela mund të sjellin ata dhe mund të marrin nga vendi ynë dhe mund të çojnë jashtë vendit tonë. Pra, përveç ushqimeve, po them që historia e salmonelave është një histori që ka bërë histori, por që edhe do të ketë histori në të ardhmen. Të falenderoj, zoti Sulaj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit, zoti Vrapi, faleminderit sërish zonjës Paluka. Ky është fundi i programit për ditën e sotme, sigurisht një alert i cili sigurisht nuk mundi të gjente ende burimin e vërtet apo të saktë të salmonelës. Më vjen keq, mund ta fokusoj edhe një herë regjia. Vjen keq që në këtë program nuk ishin institucionet e Ministrisë së Shëndetësisë apo të Shëndetit Publik, vazhdojnë të refuzojnë apo të heshtin për problematika të tilla. Uroj që ngjarje të tilla të mos përsëriten, ndaq më pak në fëmijë, ata në grupi më i pambrojtur sigurisht. Kopshti do të hapet ditën e hënë, sigurisht do të jetë pa ushqim si fillim, deri në një mas të dytë pastaj nga autoritetet e sigurisë ushqimore apo të Shëndetit Publik. Do të shihemi të premten e ardhshme në 21, ritransmetimi Alert nesër në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim.